Në zonat përreth qytetit të Gjirokastrës u zhvillua stërvitja operacionale reagimi ndaj zjarreve masive 2025 organizuar nga strukturat e mbrojtjes civile. Qëllimi i këtij ushtrimi ishte demonstrimi i angazhimit dhe përgatitjes së institucioneve për të përballur me emergjencat që mund të shkaktohen nga zjarret gjatë sezonit të verës. Fal bashkëpunimit ndërinstitucional dhe mbështetjes nga programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara dhe partnerët ndërkombëtar, kjo stërvitje shërbeu si një test i rëndësishëm i gatishmërisë operacionale në terren. Ajo u zhvillua në një moment kritik, kur rreziku nga zjarret është në rritje për shkak të ndikimit të ndryshimeve klimatike dhe faktorëve njerëzor. Statistikat tregojnë se rreth 90% e zjarreve shkaktohen nga veprimtaria njerëzore, shpesh për shkak të pakujdesisë ose veprimeve të qëllimshme. Prandaj ndërgjegjësimi publik dhe kujdesi individual janë faktorë thelbësor për parandalimin e fatkeqësive natyrore. Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile po vijojnë të forcojnë kapacitetet parandaluese dhe të rrisin aftësinë për reagim të shpejtë në rast emergjencash.